Përshëndetje, sot po e përgatisim një recetë të lehtë të shpejtë, bombica që përgatiten për pak minuta. Vetëm për 5 minuta do t'i keni gati për me i provu. Fillojmë me përgatitjen. Fillimisht për të përgatitur këtë recetë na nevojiten 300 gram biskota të bluara, 80 gram me sheqer pluhur, 125 gram margarinë të shkrirë ose gjallë. Vazhdojmë i përzim pak dhe krejt në fund do ta shtojmë qumshten. 150 deri në 180 ml qumësht, ju do ta kontrolloni duke provuar pra se brumin a do t'ju zbutet mirë ose jo. Pra shiko brumi kështu duhet me u bë. Dhe tash pasi që ta përzim mirë, brumin do ta ndajmë në 2 pjesë të barabarta, sepse sot kam vendos bombicat me i bë, domethënë në 2 shije. Pra vazhdojmë edhe ndajmë brumin në 2 pjesë të barabarta. Te pjesa e parë shtojmë 1 lugë të gjellës me kakao, e te pjesa e dytë shtojmë 3 lugë të gjellës me kokos. Dhe tash vazhdojmë i përzim mirë, pra së pari po vazhdojmë me biskotat edhe me kokosin. Pra malet e keni me i përzim me dorë, se sa me lugë, provoni që t'i përgatesni më shpejt. Tash vazhdojmë edhe i përzim edhe biskotat me kakao. Edhe këto e marrin një shije shumë të veçantë, provoni recetën sepse nuk ka shumë përbërës, krejt përbërësit i keni në shtëpi, edhe që ka është më rëndësi se rezultati i kësaj recete është shumë i mirë, ju mahnit, kanë shije shumë. Tash me njëherë vazhdojmë edhe i formojmë topthat ose bombicat në formë të rumbullakët. Tash unë kam vendos këto me i lyj me biskota, pra disa me biskota, e disa të tjera do t'i bëjmë vetëm ashtu, me kakao do t'i lajmë, pra që t'ken edhe ngjyra edhe pra kombinim i bombicave. Do me thonë i formojmë edhe i lyejmë me biskota të bluara. Të tjerat do t'i lajmë kështu, nuk do t'i lyej me biskota, sepse edhe kështu duken shumë mirë edhe kanë shije gjithashtu. Pasi të përfundoj me biskotat me kakao, vazhdoj me biskotat me kokos. Tash i marrim këto biskotat edhe tash bombicat, pasi t'i formojmë, i lyejmë me kokos. Pra, bombicat me kokos ose gjithashtu mundeni me i lyj edhe me biskotat të bluara. Pra si të doni mundeni me përgatit recetën. Këto kanë një shije tjetër për shkak të kokosit, ato me kakao gjithashtu e kanë atë shijen pak më ndryshe për shkak të kakaos. Pra përgatitni kështu si kam përgatitur unë, përgatiten shpejt, lehtë edhe do ju shijojnë. Gjithashtu po e shikoni sepse po krijohet edhe shije, por edhe një larëmani e formave të ndryshme. Pra edhe pamja nuk po mungon as pak. Edhe dalin mirë, pra shikone krejt këto, ju dalin këto bombica, mjaftueshëm për ta provuar recetën. Provone, pastaj na shkruani në koment në qoftë se i keni përgatitur edhe ju. Unë i kam përgatitur edhe do t'i provoj, ju shijojnë shumë, provone, pra mos e lëni pa e përgatit recetën. Na shkruani nga cili qytet po na shikoni. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër të radhës.